Pas këtyre, po t'ishte më trajo tek, po t'ishte më trajo tek, do i koshe legendi. T'ishte më trajo tek, do i koshe legendi. Legenda burra, kjo ti e burrë legend. Është e vërtet, hajde në shkojë. Ata që votuar se vetë urdhërojnë atë që ta pisur, në dinë që na. Ja zaki çop, paskari. Hajde, Këto ishin edhe pamje që ndoqëm sa i takon këtij konflikti që shkoi edhe në përdorimin e dhunës. Për më tepër detaj do të jemi në një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun ton Gjensil Shkëmi. Gjensil, të përshëndes, për çfarë bëhet fjalë? Përshëndetje, në fakt pikërisht një nga çështjet më të nxehta për sa i përket fshatit Çërav, dhënien me huamarrje, për sa i përket një investitori strategjik, për sa i përket një sipërfaqe të konsiderueshme të tokave bujqësore në fshatin Çërav, e cila ka sjellë debate her pas here, pasi banorët e këtij fshati për më tepër se 2 muaj kanë protestuar, gjithashtu kanë protestuar edhe lidhur me dëgjesat publike, ata në dëgjesat publike her pas here kanë kundërshtuar këtë fakt, ndërkohë që ditën e sotme ka qenë akti final atëherë kur Këshilli Bashkiak i Bashkisë së Pogradecit në pikën numër 6 të rendit të ditës ka vendosur miratimin e listës së sipërfaqes së tokës për 34.660 hektarëve në Çërav, e cila mund është dhënë me qira dhe më pas kanë ardhur tensionet në një moment caktuar ku pas 20 votave të pro nga ana e këshilltarëve socialist, vendimi ka sjellë agravim të situatës pasi prezent kanë qenë edhe tepër se 20 blektorë nga fshati Çërav, ku njëri prej tyre, Kevi Muçollari, është përfshirë në një konflikt fizik, fillimisht verbal e më pas fizik, me njërin prej këshilltarëve bashkiak, siç është Ëngjëll Shyti, i cili ka kërkuar që të dalë jashtë për të mos përdorur tonet fyese ndaj këshilltarëve socialist, por kjo nuk është pritur mirë nga ana e Kevin Muçollari, i cili është shprehur për mediat se nuk ka patur një, le të themi, një agravim nga ana e tij, agravimi ka ardhur nga ana e antarit të Këshillit Bashkiak, i cili sipas gjithmonë Kevin Muçollari, të cilin e kemi intervistuar, ai është shprehur se është ndjerë i kërcënuar nga ana e këshilltarit socialist dhe më pas të gjitha argumentet i janë dorëzuar kryetarit të Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli, ku sipas edhe një herë tjetër banorëve të këtij fshati, këta të fundit shprehen se nuk u është dëgjuar kërkesa, sipas tyre ata